Salie Megjikuki, që mirë mëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën të bashkëbisedojmë sot për të gjitha ato aktivitete që keni pasur, por edhe jeni duke përgatitur në qendrën tuaj ditore Sirena. Më tregoni si ka qenë kjo periudhë për juve dhe cilat kanë qenë ato aktivitete që janë shënuar kësaj radhe. Po, atëherë doja nisi nga muaji që parakaloi, muaji mars, mund të themi që gjatë muajit mars i kemi pasur disa data të cilat, sepse muaji mars është ai i cili ka disa data të theksuara brenda muajit dhe ne si institucion bashkë me fëmijët e institucionit ton jemi përpjekur dhe munduar që të organizojmë apo të shënojmë secilën datë nga ato të theksuarët. Duke filluar nga data 8 mars që ishte dita e nënave dhe duke marrë parasysh sakrificën e nënave të fëmijëve me pengesa në zhvillim, kemi përgatitur një program enkas për nënat dhe ky program ka qenë i përpunuar pikërisht nga fëmijët e tyre dhe normal me bashkëpunimin e terapistëve, por mund ta them që programi ka qenë i gjithë i emocionues në radhë parë, po ashtu edhe surprizues për nënat, sepse nga secili fëmijë dhe nënat kanë fituar nga një thënie pavarësisht atyre fëmijë të cilët mund ta shprehin apo s'mund ta shprehin, edhe nëse nuk kanë shprehur me zë, ato e kanë shprehur në forma të ndryshme me vepra dhe nënat janë ndjerë shumë mirë. Domethënë ka qenë ky një aktiviteti i parë sa i përket ditës së nënës. Atëherë duke marrë parasysh se në muajin mars ishte edhe pjesa e muajit të Ramazanit, mund të theksoj edhe to dhe një falënderim t'ju them nënave, ishin ato si insistuan për hir të respektin ndaj të punësorëve në qendrën tonë, e kanë organizuar një mbrëmje të veçantë për neve dhe po ashtu edhe për fëmijët të cilët e patën të mundshme që të vinë në mesin tonë. Atëherë datë tjetër ka pasu, domethënë aktivitet tjetër ka pasu edhe pjesa e ditës sindromit Down që është 21 marsi. Këtë ditë ne, më të thënë drejtën, e shënuam në një formë të ndryshme jashtë ambienteve të qendrës, sepse aktivitetet të cilat realizohen në hapësira apo në natyrë të them, ka një domethënie tjetër dhe merr një kahje tjetër sa i përket pjesës së ndërgjegjësimit apo pjesës së opinionit. Ku tu mund të cekë që kena pasur raste që ndoshta edhe kalimtarët apo njerëzit tjerë prezent që ishin atë të interesohen, të shfaqin atë interesimin rreth fëmijëve apo rreth nevojave që ato i shfaqin çdo ditë. Dhe këto është një rëndësi e madhe u kushtohet në shumicën e rasteve aktiviteteve të cilat zhvillohen jashtë ambientit të qendrës. Puna juaj është ajo që flet shumë dhe është një punë, mund të them kështu, që shënon dhe tregon një humanitet të rëndësishëm për këtë komunitet të këtij qyteti. Mund të them kështu, por më tregoni si kanë reaguar përfituesit ndaj këtyre aktiviteteve dhe cilat kanë qenë më të preferuarit prej tyre. Unë si sheceka dhe më parë, aktivitetet janë aq të shumta, po ne gjithmonë mundohemi të përshtatemi të mirave të fëmijës apo kërkesave që fëmijët i kanë përpara apo na i shfaqin neve në mënyra si ato dinë. E thash edhe më herët, edhe nëse nuk ka një zë, ato me gjestë na tregojnë neve se çfarë ato i gëzon dhe çfarë ne jemi në gjendje t'ju plotësojmë diçka nga ato. Ajo e cila që është më e rëndësishme, e thash edhe pjesën e aktiviteteve jashtë në natyrë, qofshin ato me lojra apo me këngë të ndryshme, qofshin ato edhe me ushqime, përgatitje të ushqimeve që bëjmë si tip kokteli. Dhe në fakt përfituesit mund të them që janë vetë fëmijët edhe prindrit, më shumë në këtë rast, sepse prindri është ai i cili ndjehet jashtëzakonisht mirë, sepse arrin edhe fëmia i tij që të hapet në një opinion të gjerë, po ashtu edhe për fëmin, sepse nuk është e drejtë apo etike që gjatë gjithë kohës fëmia të koncentrohet para tavolinët apo të nështrohet vetëm një terapist individuale dhe gjithçka është kjo puna. Këtu luan rol të madh, të rëndësishëm ka edhe një kompleks terapive tjera, si është ajo grupore, si janë lëvizjet apo shëtijet e shumta që
mund të them jemi shumë të fokusuar për këtë arsye sepse e kemi parë të rëndësishme, e kemi parë një aktivitet I cili ngjall shumë çka si tek fëmijët, po ashtu edhe tek prindrit. Dhe këtu mund të them ka qenë edhe një ndër aktivitetet ku me ftesën e një zotërisë në fjalë Selim Lika, I kemi pasur fëmijët në bazen dhe po ashtu prindrit e tyre si shoqërues për të arrinë edhe ato të përfitojnë këtë lloj mundësie që na është dhënë. Edhe këto mund të them që ka qenë një kënaqësi e veçantë sepse ndjehen fëmijët si gjithë të tjerët. Kjo është edhe ajo që ne kërkojmë, deshëm apo s'deshëm, ndoshta në shumicën e rasteve e lëshojmë zërin që edhe nëse ato s'mund të lëshojnë zërin e tyre, jemi ne këtu që duhet vazhdimisht të ndjehet zëri I jon për të pasur të paktën vend kudo që këto fëmijë shkojnë apo kanë ftesat edhe u përgjigjen ftesave. Shumë e rëndësishme kjo. Por më tregoni, ne e dim që edhe qendra juaj her pas here është ajo që bën edhe bashkëpunime të ndryshme. Sa janë këto të rëndësishme, siç është për shembull bashkëpunimi me psikolog, pediatrë të ndryshëm e kështu me radhë? Në fakt unë këtë e quaj se shkëmbim eksperiencave, ne jemi gjithmonë në kontakt të eksperiencave të reja, me të drejtën I përcjellim vazhdimisht deshëm apo s'deshëm jemi në një farë mënyrë edhe të detyruar si institucion që t'i përcjellim çdo risi e cila del në tregun e kësaj lloje pune apo natyrë pune, dhe them që ka një rëndësi shumë të madhe edhe këto, sepse dita ditës çdo del nga diçka e re, apo një teknikë e re, apo një pak a shumë teknikat janë të njëjta, e kam cekur edhe disa herë, mirë po qarkullon në tregun e punës edhe informacione të reja të cilat ne duhet t'i mbajmë gjithmonë, t'jemi gjithmonë gatshëm për t'i gjetur apo për t'i qitur në përdorim. Çfarë arrini të synoni përmes këtyre angazhimeve që ju bëni çdo ditë ndoshta? Të mirën e fëmijëve dhe ajo është që ku ato ndjehen mirë, mund të them pika e parë, kurse e dyta është sensibilizimi, që luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse që në rol parë fëmijët mos ndjehen të anashkaluara, po ashtu edhe familjarët e tyre, sepse kuptohet fëmia është I lidhur ngushtë me familjarin apo kujdestarin e tyre. Atëherë, sikur ne të kemi një mirëqenie të prindrit apo të kujdestarit, padyshim që edhe gjendja e fëmijës do jetë në nivelin e duhur apo në një përmirësim të dukshëm. Cilat janë ato risi që qendra ditore Sirena I synon t'i ketë këtë periudhë? Po atëherë të duhet të ceki ditën botërore të autizmit, I cila është data 2 prill, dhe këtu ne si qendër kemi planifikuar një aktivitet të vogël, një aktivitet që do e realizojmë brenda në qendër, ambientet e qendrës, dhe këto pikërisht me nënat e fëmijëve me autizëm, ku secila nga ato nënat të cilat e kanë pranuar këtë lloj ftese, do shkëmbejnë rrëfimet e jetës së tyre, pak a shumë duke ndihmuar njëra tjetrën me eksperiencat e veta, do kenë të ftuar edhe nënat nga Shkodra dhe nga Tirana. Po ashtu në orën 12 kemi planifikuar një ecje të lirë në rrugën kryesore prej tek qendra jon. Domethënë lokacioni do jetë ky nga qendra ditore e deri tek rrethi tek komuna. Do kenë besoj edhe shpresoj edhe të tjerë që do na bashkangjiten kësaj nisme dhe është diçka një shenjë si shenjë respekti karshi personave me autizëm, po ashtu dhe fëmijëve të vegjël me autizëm. Cilat janë ato, e dim që keni folur tash një periudhë që do të ketë edhe një qendër të re. Keni filluar me punimin e saj? Po, këtu unë do kisha folur shumë gjatë, mirë po koha nuk na premton edhe shumë dhe mund të themi që është një lajm shumë I bukur për gjithë neve, në veçanti për prindërit e fëmijëve që paraqesin pengesa në zhvillim, sepse ajo datë apo ajo ditë që ne shumë e pritëm me padorim dhe u afru, do të thotë që me datën 2 prill do bëhet edhe gur themeli për qendrën e re. Dhe këtu nuk do të nalem pa falenderuar përzemërsisht dhe ju jam shumë mirënjohëse komunës së Ulqinit normal me kryetar zotëri Gencin Imanbegu, po ashtu edhe gjithë përfaqësuesit e tjerë të cilët ishin kyç në programin apo në gjithë aktivitetin I cili u deshte arrihet kjo ditë. Këto mund të përmendi edhe dy zotërit në pjesëtar të komunës, sekretarë si Shkelzen Sulejmani dhe Lar Tajipi, të cilët
punuan pa ndërprerje për të arritur qëllimet dhe ja fal tyre ja arritëm edhe kësaj dite. Ne ju urojmë shumë suksese, faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe shpresoj që të kemi përsëri bashkëbisedime të ndryshme dhe për risi të tjera. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.